Dit është një lojë, edhe ka shumë gjana që buen edhe mënyrë qëllimshme edhe prej banorëve sa me bu për shembull show. Nuk është gjithë shkafi krejt edhe e vërtet. E kështu që nuk do të me marrë edhe qaq seriozisht shikusit gjithçka që ka shohin mrenda aty, se ka dhe gjana që përgatiten për vetë banorëve. Unë jam kon 100% reale dhe jam kon shumë vetvetja dhe jam kon shumë e drejt për drejt. Po mendoj edhe besoj që çdo njeri që ndjen padrejtësi drejtim vetvetes i ka ato reagimet e veta. Kështu që unë personalisht kom reagu në kohën edhe momentin e duhur, për shkak se nga një herë ka dhe gjana që pavarësisht që ne jemi pjesë e atij formati nuk shihen, se pika parë numri banorëve është 19 banorë mrenda, e dyta jo gjithçka që bëhet mrenda shihet jashtë, për shkak të hapësirës televizive që transmetohen në 2 kanale, 2 transmetime mrenda aty në Bik, edhe aty ku ne kom di që është bëu padrejtësi drejtim meje, kom reagu. Po si janë përit pasaj këto reagimet tua, ka pas ndikim në drejtësi? Nuk kom kërku drejtësi, se kur bëhet pa drejtësia, mua ajo punë është fund, kur jam dalën e veç kam mbaru gjithçka. Kështu që jam ja u kon veç me thonë ato çka unë ndjej, që e kom dje që mu ka bo pak si lloj pa drejtësie, son aty mbrenda nuk jam hi për me fitu, unë kom pas një synim për çka jam hi aty. Cili ka qenë qëllimi? Synimi ka qenë domethënë drejtim vllave, që kom cek jo një herë por shumë herë, edhe mus mu ka e pjesa e rrëfimit për me dhonën. Shumë njerëz kanë thonë që kemi ndëgju këtë rrëfim, e kanë ndëgju historinë e vllavit se çka ka ndodhur me ta, ama nuk e kanë ndëgju qëllimin se çka menoj me bën në drejtim të vllavit. Kështu që ndryshe është me fol për një veprim të kryer, çka ka ndodhur me vllavin në të kaluarën, edhe ndryshe është me pas një kërkesë për me bo zgjedhje në të tashmen. E këtu janë dy gjana që kanë dallim shumë njëna mes tjetrës, që nga njëherë publiku nuk i kupton. Ka qenë pra si peng që të kam mbet? Po, ajo e vetëmja ka qenë që mu personalisht më ka dhim, diçka tjetër jo, se aty tek e fundit, në fundit është një lojë, edhe ka shumë gjana që buen edhe mënyrë qëllimshme edhe prej banorëve sa me bu për shembull show. Nuk është gjithë shkafi krejt edhe e vërtet. E kështu që nuk do të me marrë edhe qaq seriozisht shikusit gjithçka që ka shohin mrenda aty, se ka dhe gjana që përgatiten për vetë banorëve. Pra, qëllimi kryesor i shkurtës në këtë format ka qenë me përcjell një mesazh jo për historinë e kaluar që ndoshta vetë se ka qenë e njohur pak a shumë për publikun, po për një mision për të ardhmen, për të gjetur një zgjidhje. Mundesh ndoshta me nda edhe me shikuesit tanë, si ka qenë ky misioni kryesor, ai rrëfimi që i kanë bet peng? Nuk e kom bo, jo, nuk e kom bo, edhe njerë për njerë nuk jem e gatshme për me bo, ndoshta një moment tjetër, besoj që do ta tregoj edhe pjesën për çka kom pas qëllimin. Ka qenë për një zgjedhje ndrejtim vllavit për të ardhmen e tij. Janë drejtu pastaj edhe persona ndoshta me të pyet më shumë rreth kësaj pjese ose me të ndihmu me gjetë një zgjidhje? Nuk e din cili ka qenë qëllimi, kështu që nuk e kom tregu, po me kalimin e kohës ndoshta do ta tregoj dikon tjetër. Mendon që do të vjen ai momenti që do ta shpalosësh? Po qëllimisht nuk kom dasht edhe pjesën e rrëfimit me tregu, për shkak që kom dasht pak edhe mu qetësu gjanat, kom dasht me përfundu domethënë bigu, sepse këto që më thonë edhe ata që i simpatizojnë banorë të ndryshëm, ka njerë krijojnë armiqësi ndaj disa banorëve në mënyrë të parësyshme. E kështu që kom dasht me i lonë mu qetësu gjanat, e me kalimin e kohës, domethënë herët avon mos munda prej synimit që kam drejtim familjes.